Zakonisht agjenci turistike në Shkodër e vendosin pikën e parë të ndalesës te guidat që realizohen drejt Përmetit, Grykën e Këlqyrës. Në fakt ky vend i përket Bashkisë së Këlqyrës. Dy bashki ngjitur me njëra tjetrën që deri para pak vitesh ishin një vetme. Gryka e Këlqyrës është një gryk me pamje spektakolare, 10 minuta larg me makinë nga qyteti i Këlqyrës. Madhështore dhe i hierënd, Gryka e Këlqyrës çan mes honesh të thepisura dhe mbërrin në pikën më të lartë të pllajës që shtrihet mes malit të Trebeshinës e Nemërçkës në qytetin e Këlqyrës, që është i vendosur në të djathtë të Vjosës, aty ku lumi i Dëshnicës së bashku me degët e veta nis bashkërjedhjen me Vjosën. Gjatësia e saj shkon rreth 13 kilometra dhe pas Tinës së Verës e deri në hyrje të Vjeshtës, këtu, por dhe përgjatë gjithë Vjosës, do të shohësh grupe turistësh që bëjnë rafting, një sport që ka marrë shumë zhvillim në këtë zonë. Ai më se na erdhën. Ne sot e gjetëm Vjosën me ujëra të turbulluara për shkak të shiut, por sërish ajo bukurinë e ruan. Dhe këtë e japin brigjet apo dhe shpatit e maleve shumë pranë njëra tjetrës. Gryka e Këlqyrës konsiderohet një vend pushimi në të cilin gjenden burime ujore malore të cilat derdhen në lumin Vjos. Ndryshe vendi ku ndodhemi quhet Rrepet e Grykës, objekt që funksionon si pikë turistike. Dhe pas Grykës së Këlqyrës vijojmë me udhëtimin ton drejt qytetit të trëndafilave Përmetit. Në juglindje të Shqipërisë mes brigjeve të kristalta të Vjosës dhe e hijes së maleve krenare, qëndron Përmeti, një qytet i vogël, por i pasur me natyrë, histori dhe shpirt mikpritës. Në antikitet kjo zonë njihej me emrin Trifilia dhe që pjesë e rajonit Melotit. Sipas legjendës, qyteti ka marrë këtë emër nga heroi i kohëve të lashta, i quajtur Premt. Karakteristike e Përmetit është rritja e trëndafilave në lulishte dhe oborret e shtëpive të vjetra, ndaj njihet ndryshe si qyteti i trëndafilave. Qyteti zë një sipërfaqe të vogël, territori ka formën e një gjashtkëndshi të rregullt me shtrirje gjatësore jug-perëndim juglindje. Popullsia shkon rreth 13.000 banor. Përmeti i ofron vizitorëve një përvojë të rrallë, qetësinë e një qyteti të pastër dhe të gjelbër, shije autentike të glikove të famshme dhe një koleksion mbreslënës të monumenteve natyrore e kulturore. Që nga legjendat që ngjiten në maj të gurit të qytetit e deri tek tingujt polifonik që jehonin nga festat popullore, Përmeti është një destinacion që nuk e zbulon veten me ngut, por të magjeps në çdo hap.
I ngulur në zemër të qytetit si një rojtar i heshtur, guri i qytetit është një shkëmb gjigant rreth 25 metra i lartë që jo vetëm formon një siluetë të veçantë mbi qendrën urbane, por dhe përfaqëson shpirtin rezistent të Përmetit. Ky formacion gëlqeror i rrallë, i shpallur monument natyror dhe kulturor i kategorisë së parë, është i lidhur me një legjendë lokale që flet për vajzën e kryezotit Premt, e cila u hodh nga shkëmbi për të mos ju dorëzuar pushtuesve Osman, një histori që besohet se i dha emrin qytetit. Sot një shteg metalik i siguruar lejon vizitorët të ngjiten deri në maj, nga ku hapet një pamje panoramike mahlice e qytetit dhe luginës së Vjosës. Guri është një pikë ikonike për fotot, një vend ku legjenda, natyra dhe adrenalina takohen. Për çdo që viziton Përmetin, ngjitja në këtë simbol të qytetit është një eksperiencë që s'duhet humbur. Mikpritja përmetare është një tjetër atraksion në vete. Çdo vizitor mirëpritet me një lugë gliko, ëmbëlsira me fruta të konservuara dhe një gotë raki shtëpie. Por le të ndalim pak më shumë te glikot, ato që ja kanë rritur emrin e mirë Përmetit. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pusho Shqiptarçe, ne kemi ardhur sërish në Përmet, e di që do thoni Kozeta me hatër mban Përmetin, se e ke vendindjen tënde, po mirë, këtë e kam thënë, nuk e mohoj origjinën time nga Mirdita, si gjithmonë. Megjithatë, në Përmet është ndjesi tjetër kur vjen, sepse këtu kemi lindur, këtu jemi rritur deri në moshën 10 vjeçare dhe kemi transferuar në Shkodër, ku jeta ka vazhduar përmbar. Jam shumë e kënaqur, përshëndes gjithë shkodranët te nga Përmeti, ju kam shumë në zemër sepse është qyteti ku unë rrita. Po tani ky është qyteti ku unë linda. Dhe ja ku kemi ardhur tek një punishte shumë e njohur, jo vetëm në Përmet, por në të gjithë Shqipërinë, që quhet punishtja Dipro Bio. Dhe këtu jam me zonjën Entela, e cila po më shërben pasi nuk e imagjinoj të vi në Përmet dhe të mos marr Giliko e Përmeti. Giliko apo liko, si i thoni në Përmet? Liko. Gliko. Se ka që i thonë edhe liko, po këtu i them me g përpara gliko. Tu ka vendosur një pjesë të një gamë shumë të gjerë të gilikove që ju do i gjeni edhe tek pjesa andej. Dhe këtu kanë disa kavanos, doja t'i blija fakisht të gjitha, sepse çfarë nuk gjen aty. Për shembull, ajo e patligjani do më mbetet shumë e rak dhe nuk di ta marr edhe ata apo jo. Megjithatë tregoj atë çfarë më kam zgjedhur. Tu kemi fikun e egër, atë që shpjegova unë pak më përpara që ne i kalojmë fikut e egër anash, edhe nuk na shkon mendja që në Përmet po del një giliko shumë e mirë. Mos ma krahasoni me reçelin e fikut, se tani ka në mendje s'ka shkuj fare me reçelin e fikut, është krejt shije tjetër. Tani kjo gilikoja ju e dini që në Përmet është traditë që kur vjen mysafiri, ka pjatë të posaçme. Po, ku kemi dhe i mbajnë dhe akoma ato pjatë. Që ato dhe tregu kanë përshtypje do vjen akoma, përveçsa është tradita, është edhe pjatë që furnizohet tregu me ato vogla. Ne kemi ato pjatët e para, akoma. Ato të para, da? Ka nga ato përmetare që thonë, shiko, unë të pjatë e kam që kru martova. Po, edhe një dhe nuk po mungon asnjëra. Ashtu i kemi dhe neve. Dhe i mbaj, kur vinë turistët, për shumë që unë e më degustoj, u dhe më ato e kultore dhe aman, vetë kësë një të një. Ashtu, dhe ato e hanë kështu. Në fakt, mamaja ime ka një par pjata, sot model kinesto, që kur linda unë. Dhe më thëmë gjysëm shekulli. Po tonë ka dhe gjanë, e kave se po i marrë më sysh dhe po ja them këtu në emisione po i thyet ndonjëra në darkë. Me kujdes të madh kush vjen mysafir tek familja e mamit tim. Ja ku kemi të fiku tjetër. Këtu kemi. Aty kemi Qitron. Ku bëhet pjesa me lëkurë, si shte. Po. Do më thënë, qitra është produkt që ka një shije e mbana të aromën e qitros dhe unë sugjeroj si Entela, që është produkt shumë i mirë. Po, ka dhe shije shumë të veçantë, nuk të velet me një herë sa që nuk të velet të tjerët se afrohet disi me portokalli.
Këtu kam zgjedhur Likon e domates. e domates, more mos mendoni se domati është vetëm për salcë edhe për sallatë. Giliko domate janë domate të vogla. Kanë procedurë të vështirë të Ka domates? goxha të vështirë. Kanë, ë? Po, patjetër sepse ka atë punën, atë cikën të heqësh me kujdes, atë vlimin me kujdes, mbushjen kavanodit o prap kujdes. Domatet nuk janë ato të kuqe, ë? Apo i merrni jeshile? Janë i marrin pak të kuqe, A, sepse pak të po ti kuqe. marrin ti jeshile, ajo nuk duket se është domate dhe nuk e pëlqen, e duan të Po. produktin që të bëhen. Sa Dhe këtu kemi glikon arën. Tani, kjo arës vazhdon të futet prapë në gëlqere? patjetër. Si që ka nënat e para. Po, gëlqere futet, jo gëlqere nga këto kimikatet me plastik brenda, se pastaj hëngre buke fiqe diq. Ike. E marrim bishelen, e shuajmë, si në kohën që ka qenë më përpara, nuk e marrim në për këto, po e marrim në kruj. Atje, pastaj vim këtu e shuajmë, e hedhim si që lini nënat më përpara në përfuqira, sa shuhet, një vit rria ajo bishela në përfuqi, pastaj vitin e dytë ne fillojmë dhe bëjmë glikon e arës. Ashtu, dhe vitin e dytë bëj glikon e arës, imagjino se sa punë është 2 vjeçare për të bërë glikon e arës që e kam këtu. Po, ku punisja di probio, ka marrë dhe emrin e glikos së arës, sepse është produkt që ka pëlqyer të gjithë klientët. Domethënë ky është mbreti këtu? Apo mbretëresha? Glikon e arës, mbretëreshën kemi glikon e arës nëse vini nëpërmjet. Megjithatë, ka edhe të tjera këtu edhe pavlixhani, no? Domethënë ka. Por këto janë shumë të veçanta dhe kur më thash patjetër sepse dhe ambalazhimi më pëlqen, është shumë e bukur të çuar dhuratë, është e vogël. Këtu kemi recet trëndafili, Bëhet me detaljet e trëndafilit. Ku i koput dhe kujdes, është trëndafilina i pospar, që nuk është se ka shumë, po i pakicë e vogël, unë mund të provojmë, pizit 6 kavanoza. Po, përveç është quajtur ndryshe qyteti trëndafileve. Pa pasaj ka ndryshuar, kanë filluar të mbjellin lule të tjera i ruan trëndafilet. Trëndafilat e parë janë shumë më rallë që mund shihesh për pjesët e familjeve të nënave. Dhe ne këtë trëndafil e kemi bërë, e marrim trëndafilin, e ka vjellë njëri në fshat, dhe ne dhe e marrim atë trëndafilin dhe e bëjmë pakicë të vogël, nuk është se bëjmë. Po, ka shkodran që pyesin, shiko, po më duket planifikimi shumë larg, do të hypi furgoni, do vi me një agjenci për të marrë këto gjëra. Ju nuk keni mundësi t'i shoni në Shkodër, kanë një mënyrë të dërguarit në Shkodër ose në një pikë më afër? Shkodra është larg, duhet përshkojmë gjithë Shqipërinë për ta ardhur. Po, ne kemi në Tiranë, dhe ku akoma ne po Pra keni një pikë në Tiranë. Dhe ku ne po punojmë akoma, kemi quar në Kruj, kemi quar në Berat, Korçë, janë gjitha qytetet, po kemi se dhe Shkodrën do ta kapim si vjetë. Sa të bëhet ajo rrugë se do vini edhe ju vetë për qef në Shkodër? Kena në Shkodër? Po, patjetër. Kena në Shkodër? Po, se kam tezen. Ta përshëndesim çik tezën tënde, kush është tezja jote në Shkodër? Tezja ime Ilmi e Beqaraj. Është e martuar me Shkodran. Po. E knaqur ajo me martesën e knaqur. Ashtu, ë? Pra, 3 fëmijë ka 3 yje. Ju përshëndesim Tret me jetë. Dhe ku ka një vajzë që ka shumë pudore dhe më bëhet qefi që ajo thot Shkodra është zemra ime thot. Ashtu, ë? Dhe përmeti thot të shkodë zemra ime dhe përmeti nuk e heq. Ashtu dhe. Se ka mami thot. Bukur tani, se kështu me unë Shkodra e zemra ime, po përmetin tani e kam thënë. Dhe nga çdo që më bojnë kur më hedhin mua në story, më thot mua mos ma lër përmetin më thot mua. Po shumë mirë të dhe një këshill shumë mirë. Të lumshim duart, ju uroj shumë sukses e Faleminderit, është një kënaqësi. me këtë aktivitet. Unë tani do provojmë dhe glikon e kalloxhanit. Do e provojmë që do e provojmë që do e provojmë. Nuk do iki pa provu glikon e Glikon e kalloxhanit. Ndërkohë të gjithë shkodranët që planifikojnë sepse teksa postoja nga përmeti video të ndryshme të këtij udhëtimit, agjencitë më shkruajnë sa mirë se na solli informacion shumë të freskët, si do nisemi të premten, të tjera që planifikojnë në javët pasuese dhe përmeti është kthyer në një qytet shumë i veçantë, ku zhvillohet turizëm dhe ka pruri shumë të mira. Nga një qytet i vogël i qetë, tani është bërë çik i gjallë, dinamik me vizitorë të shumë. Po, ka goxha vizitor, në pjesën më të knajësime kemi të pjesa të turizme. Ku ne jemi lodhur me turistët, se nuk e njihnin glikon e figut, nuk e njihnin arën, tani kanë ardhur dhe fillon të blejnë. E blin dhe për një të dytë, Po, patjetër dhe për ne është kënaqësi, sepse plusin e i degustojmë,
Po të kënaqemi atë kur dhe kështoj. Dhe na njëherë kur fillojnë që nuk na ashtu jemi që vetë jemi ata kur ti ofron një depozim nuk është asnjë gjë për turistin. Sepse ai sot e bleu i Kavanos, nesër mund të sjellë 10 të tjerë. Po, patjetër. Të shpresoj të shihemi në Shkodër. Patjetër. Do të telefonoj. Po hajmë makinë plot me Reçel. Dua Reçel e jemi kohë shkodranë. Jemi atë themi se viti 2026 se na kanë bërë klientët, domethënë dyqanit që na telefonon. Po u themi duam sasi që t'u sjellim se një pakicë e vogël si avleni kemi të vim nga Tirana në Shkodër. Po, duhet të mobilizojnë që më shumë shkodrane, por do i marrim dhe në masat, vetëm na njoftoni para se vini. Patjetër. Se këtu. Po patjetër, sepse unë i mbaja, sepse kur vinin turistët ishte kënaqësi dhe patligjani si. Ua, patligjani vogël, ë? Patjetër i vogël. Dhe kalon në të gjitha këto procese që kalon edhe të tjerët. Kalon edhe patar. Ai vendosa të bajami brenda? Patjetër. Patligjani bajami brenda ku se shkon? Shkon është një do tash josh dhe do më thashë pas ka vetë një shije të veçantë. Shumë të miqma. Që jam, që zbutë të rëgjani dhe në masën e të shije? Dhe këtë ka vëshqenë. Dhe këtë ka vëshqenë. Po mimo, patligjani është quhet pelime, jo frut. Ju e këtheni një ligove? E këtheni, në bënd një shumë, duke marrë 1 kile, 2 kile duke e provuar. Sa i shkon bajami e brenda. Fantastika. Ne duam Shumë e veçantë. Tani bëj beljushëm që e provova dhe të patligjanit. Se nuk e kishe provuar deri tani. është Jepemi gjithmonë pasardhës se të prandaj. Shumë e mirë, unë sugjeroj sepse ka ngrirur ara që në kone parë, domethënë që më përpara brezi, unë sugjeroj tani, sepse kam kaq vite punë, unë sugjeroj figun e egër, domaten, patligjanin, reçelin e trëndafilit, limonin, qitron, këto janë produkte që njerëzit duhet i kërkojnë. Sepse figu e egër është i rritur në mal, patligjani vjen i vjeshtës që nuk vritet nga domethënë vjen ai i vogli, i patligjani i vjeshtës domethënë që nuk e vret baka, qitro arritet prapë. Kam përshtypjen që duhet të marrë informacion për këto, sepse nuk e din, mund të bien edhe prej disa punishtëve që ndoshta nuk e kanë të cilësi, që kanë të këtu. Është normale. Kështu që duhet të vinë këtu, se kur e shpjegon ti kështu më rritet më shumë vlera nga 1 të ha 2 3. Kuptoj pastaj ke igilikove këto, ne kemi kaluar te Tranaja për shkakun që është përdimër, kemi rosnicën prapë na e kanë pëlqyer shumë klientët që vinë e bëjnë me pulë. Rosnin bëjnë me vezë. Si peta? Jo. Jo, Ja, bëjmë kështu. Ja, rosnin. Po çka ka brenda jo? Kjo ka vezë, Vezë? miell, Dhe? asgjë tjetër. Po bëjmë me pulë? Ne pulë bëjmë, këto skuqen me gjarë. Skuqë më përpara, Unë e pak... dhe në mirë, pra nuk është shorë kjo është rosnicë. Jo, Tranaja është ajo aty. Kurse Trana ne marrim për fëmijë, më shumë tani ka kërkesë sepse e duan cilësore, Trana nuk e duan Tranan me miell, kështu po ne marrim miell fshati. Okej, ka dhe ajo mjeshtrin e vet, por që vetëm duke argumentuar këto mësumirit. Naqa, një mrekullish. Tani me të kompresat to, a mbani përgjegjësi ju nëse mua më shtohen 2-3 kg duke ngrënë këto rreçelra? Unë të sugjeroj sepse Piskutur? Jo, të sugjeroj ara është që të bën mirë për lodhje, domethënë nuk është se ti të shëndosh. Okej. Ta sugjeroj, ti ha për vete. Këto të tjerat? Dhurata. Dhe figun e egër, ta sugjeroj, sepse është bio dhe është i egër, nuk e ka, e hanë vetën e... Okej. Duke qenë se ne her pas here, me emisionin Pusho Shqiptar që kemi ardhur disa herë nëpërmjet, në realizimin e një sër reportazhesh, duke u kufizuar dhe nga koha e qëndrimit këtu, do e përfundojmë rrëfimin për qytetin e Trëndafilave, pasi guida jon do të vijojë në emisionet e ardhshme drejt Ersekës, Korçës dhe Pogradecit. Shpresojmë të kemi ngacmuar dëshirën tuaj për të bërë një udhëtim të bukur dhe mbreslënës drejt këtij qyteti rreth 314 km larg Shkodrës.